Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar vendosjen e sistemit të kontrolleve të përbashkëta kufitare One Stop Shop me Shqipërinë, me synim lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve dhe shkurtimin e kohës së pritjes në kufi. Zbatimi i sistemit do të nisë fillimisht në pikën kufitare të Qafthanës dhe më pas do të shtrihet edhe në pikat e tjera kufitare mes dy vendeve. Me këtë vendim, Maqedonia e Veriut përmbyll procesin e vendosjes së sistemit One Stop Shop me të gjitha vendet fqinje që nuk janë pjesë e zonës Schengen, pasi ai tashmë funksionon edhe me Serbinë dhe Kosovën. Për hyrjen e plot në fuqi të marrëveshjes mbetet vetëm nënshkrimi nga Ministritë e Punëve të Brendshme të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Sipas autoriteteve, sistemi do të mundsojë kalim më të shpejtë, më të thjeshtë dhe më të sigurt të kufirit, veçanërisht gjatë sezonit veror kur fluksi udhëtarëve rritet ndjeshëm. Gjatë vitit 2025 në pikat kufitare mes dy vendeve janë regjistruar 4.581.724 udhëtar, ndërsa vetëm në Qafthan kanë kaluar 2.318.080 persona, shifra që dëshmojnë rëndësinë e këtij projekti për përmirësimin e qarkullimit dhe uljen e vonesave në kufi.